Një ditë pas formimit të kuvendit dhe votimit të qeverisë Kurti 3, pritshmëritë e qytetarëve për mandatin e ri të qeverisës janë të mëdha. Ekipi ynë ka qëndruar sot në terren ku qytetarët kanë shprehur shpresat dhe kërkesat e tyre ndaj ekzekutivit të ri, duke theksuar nevojën për vazhdimin e reformave dhe përmirësimin e kushteve të jetesës. Njëri nga qytetarët u shpreh optimist për këtë mandat, duke thënë se beson në këtë qeveri pasi sipas saj është punuar shumë për shtesat më të ulta të shoqërisë. Unë personalisht pres edhe shpresoj dhe kam besim shumë në qeverinë e re. Më duket që ka punuar shumë mirë, sidomos për shtresat e ulta, për fëmijët, për ndihmat me social, për çdo gjë. Më duket që ka punuar shumë mirë, pres shumë më shumë. Ndërsa një qytetar tjetër tha se formimi i institucioneve pas një kohe të gjatë është një zhvillim pozitiv, por shtoi se në ekspozenë e kryeministrit munguan tema të rëndësishme, si sigurimi shëndetësor dhe ndryshimet kushtetuese. Tua ditë që vitin e kaluar shka ndodhi, kjo ke mrekulli, që u kry shumë shpejt e pa kur farasi, po shka pres për të në pres, që gjdo san e cilën e kanë përmtu në të ashtinin jetë. Edhe kretat planin që e tregoj 4 vjeqar që do të abon qeveria tash në mandatin e tretë, 2 sene nuk i ndëgjoha. E para ke sigurimi shëndetësor, ministrisë nuk e përmandën. Marsene edhe dyta që nuk e përmand, ndryshimi kushtetutës, e cila aty është bëhet fjallë për presidentën ose presidentin, që mos gjedh me votat këtyne deputetëve në parlament, po mos gjedh me onë sovranit, dhe më thonë me votat e poplit. Se këtë shtetet që i kemi në për rreth, në Ballkanin Perëndimor, e kanë qëto, e zgjedhin kryetarin nga mes më pas probleme suke që ndodhen, e tash është çka do të bëjmë, a do të kem votat, po ma mërmene që po, se kanë presion, se një vjet ne kemi hup shumë. Edhe tash me po më ndodhe që ajo, e mu ma mërmene që edhe presidentja do. Po në talmen me bo ligjin, e me ndërshu që në zgjedhet më andë votës poplit. Qeveria Kurti 3 nis mandatin mes pritshmërive të larta qytetare, ndërsa mbetet të shihet se sa shpejt këto pritje do të përkthehen në veprime konkrete.